Lojë është vetëm goditja e Iranit. Izraeli nuk është duke bërë lojë dhe as Amerikanë nuk janë duke bërë lojë. Iranit i duhet një lojë e tillë për të treguar fuqi dhe për të reaguar në një mënyrë se mos popullin brenda Iranit. Pisa tjetër nuk është lojë. Sa them që amerikanët dhe iranianët janë duke bërë lojë. Edhe goditja e amerikanëve ishte lojë. Amerikanët duhet të justifikojnë paratë që kanë marrë. Trumpi ka marrë para për të goditur Iranin nga lobi izraelit, i cili e zgjodhi president, ka marrë para nga të gjitha vendet arabe, të cilat i dhanë diku të rreth $4 trilion për të goditur Iranin, kështu që i duhet justifikonte këto para. Dhe bëri këtë goditje për të që tashmë ne arritëm dhe dolim me të njëjtën deklaratë. Izraelitët nuk do gëzoheshin kot në raste të tilla. Akoma s'kam kaluar te rezervit, po flas për amerikanët dhe iranianët. Izraelitët po i lë pak mjan. Dhe Trumpi doli me të njëjtën deklaratë që doli Bushi në 2003, mission accomplished. Pavarësisht se arriti asgjë. Në raste të tilla janë standarde. Pavarësisht se nuk arrit asgjë. Ndërsa lufta midis Izraelit dhe Iranit është një kaos i kontrolluar kreativ. Pra ato po vazhdojnë të godasin njëra tjetrën me urrëtie, me gjithë fuqinë dhe forcën që kanë, aq sa e kanë, jashtë kësaj, komplet gjithë kjo lojë drejtohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Izraeli është duke goditur sepse Irani ka shumë kapacitet. Po edhe Irani më përdit nga 15 nga 20 raketa Bedorgone po i bën dëm tash. 15 raketa janë shumë pak në krahasim me atë që kishte. Po ajo është mënyra e goditjes, ato kur ai godet 15 raketa dhe nga ato 15 raketa. Shikoj, nëse do gjysma e tyre është sukses i madh. Gjysma nuk deportojnë, por nëse do kishte mundësi. Gjysma e tyre se e pranoi vetë. Nëse do kishte mundësi godiste me 300 raketa në ditë. 65% të raketave arrin të rrezojnë. Logjika të thotë që Irani kaq ka kapacitet për jo, më nuk është kapacitet, se sepse nëse do kishte mundësi për të goditur me 500, që me 500. Edhe për luftën me Rusinë, me Ukrainën, që kaq ka kapacitetin që po i mbarojnë raketat ditë me ditë. Dhe 200 cop ka, 100 cop ka të tjera. Po, jo, më jemi në të njëjtat kushte. Çfarë nuk e bën Izraeli ditë për ditë? Po të njëjtat njerëz që çfarë nuk e bën Izraeli ditë për ditë. Mund të godasë kudo. Po edhe atë që bën Irani ditë për ditë, po godet baza ushtarake dhe baza strategjike të Izraelit. Pra, nuk është duke goditur pak dëmet shumë sfaqësore, po janë shumë sfaqësore. Si më që nga dëmet superfaqësore, po do goditur bazë inteligjente pa e goditur.